Një port kam mbyllur nga Bajram Kallaba me librin Me shushuritjen e kujtimeve. Një port kam hapur për zogjt shtektar. Roletat e dritareve lart I kam ngrit. Buza gazi pres me zemër të bardhë. Kurdo që vinë, miqësisht me I prit. Kam hapur zemrën me shumë bujari, për miqtë e shpirtit nga do që janë, buk, kripe zemër dhe shumë dashuri, gotat mbushur verë, sofrën, begati. Kam hapur traset shtigjeve të jetës, stazave të lashtësisë me shumë besnikëri, me ngjyrat e Ilberit, gravur pikturova, atë dheun e dashur me shumë krenari. Një port kam mbyllur, e se hap kur. Prangosur në 12 dryna e mbaj. Satanan e mallkuar brenda ta djeg me zjarrin e ferit nga këtuta të boj. Pranguar e mbaj, mbyllur në qeli. Reliefeve të kohës vinte zvarr e zvarr. Në lëkur gjarpri mbështjell lubi ku çedra Karpate sikur në përrall. Bajram Kallaba, I lindur më 5 shkurt 1955 në Rogan, komuna e Dardanës, shkollën fillore e kreu në Rogan në vitin 1969, shkollën e mesme të bibliotekarisë në Prishtinë më 1973, ndërsa fakultetin filologjik degën letërsi e gjuhës shqipe në Prishtinë më 1994. Që nga viti 1975 e gjërë, më 1989 ka punuar në gjimnazin Ismail Qemali Ish 9 Maj në Kamenic. Ndërka që nga viti 1999 e gjërë, më 5 shkurt 2020, punoi në SHFMU me Tush Krasniki në Rogan si mësimdhënës I gjuhës e letërsisë shqipe. Gjatë viteve 2013-17 ushtroi postin e drejtorit të shkollës në këtë institucion arsimor. Me shkrime filloi të merret gjatë viteve të 90-ta duke prezantuar punimet e veta në revista dhe portale të ndryshme brenda dhe jashtë Kosovës, kryesisht në poezi dhe prozë. Me shushuritjen e kujtimeve është libri I parë, ndërkaq që autori ka dhe një përmbledhje tjetër me tregime në dërshkrim. Është babai I 2 djemve dhe një vajze, si dhe 7 mbesave dhe një nik. Është pensionuar në vitin 2020, jeton dhe vepron në vendlindjen e tij në Rogan. Bajram Kallaba.